A e dini se lutja mund të ndryshojë trurin tuaj? Shumë njerëz e shohin lutjen vetëm si një praktikë shpirtërore, por studimet moderne në neuroshkencë tregojnë se ajo ka edhe një ndikim të drejtpërdrejtë në mënyrën se si funksionon truri ynë. Sipas neuroshkencëtarit të njohur Andre Newberg, autori i librit Si e ndryshon Zoti trurin tënd, thotë se praktika e lutjes dhe meditimit krijon ndryshime të hatashme në tru. Lutja qoftë në formën e meditimit të qetë, lutjes së përqendruar apo edhe një fjalë të thjeshtë të drejtuar Zotit mund të ndikojë pozitivisht në strukturën dhe aktivitetin e trurit. Kur një person lutet rregullisht, në tru aktivizohen disa zona që lidhen me përqendrimin, vëmendjen dhe aftësinë për të marrë vendime të mençura. Kjo do të thotë se lutja nuk ndikon vetëm në botën shpirtërore të njeriut, por ndikon edhe në zhvillimin e aftësive mendore dhe emocionale. Kjo është një nga arsyet pse njerëzit që praktikojnë lutjen rregullisht shpesh raportojnë se ndihen më të qetë, më të përqendruar dhe më të balancuar emocionalisht. Kurse në Islam lutja dhe përmendja e Zotit kanë një rol shumë të rëndësishëm në qetësimin e zemrës dhe mendjes. Në Kuran thuhet, vërtet me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Kjo tregon se ajo që shkenca po zbulon sot është diçka që besimi islam e ka theksuar prej shekujsh. Lidhja me Zotin sjell qetësi, stabilitet emocional dhe forcë të brendshme. Në një botë ku stresi dhe shqetësimet janë të shumta, lutja mund të bëhet një moment i shenjtë qetësie për mendjen dhe shpirtin. Ajo është një lidhje drejt për drejt me krijuesin, por në të njëjtën kohë edhe një mënyrë për të balancuar mendjen dhe emocionet tona.